Shqipëria që operojnë Shqipëri të fondi vjedhimit, Greta, Greta Rape, apo gjënë qaj. Edhe kjo ka kënë shtypë se forës ose për këtë një projekte. Dhe Qeveria ka miratu këtë projekt për ta themelua ose për ta nërtua 100% fshat turistik, pavarësisht se nuk është në njësim fshatra, që janë miratu e dikur, por si zonë spikazën, si zonë me resurse shumë mëdha, si zonë që ka marrë një zhvillim jashtëzakonshëm mira specifikisht të rëndësishme, Qeveria është angazhuar për të qua ujësiesin, njëkohësisht edhe rrugën e bicikletave, edhe energjinë elektrike, tre element që një zonë turistike për të zhvilluar dhe për të marrë një hub serios, që jam e binën që Goga Shkreti vetë në dy tërpikat më të rëndësishme turistike në Shqipëri. Por të janë element bazë për më zhvilluar një zonë. Ky takim është pak a shumë më orientuar se dhe nga vjen, ose nga është projekti. Normalisht, gjatë kësaj fazë, ne na mundena me nështu në një devijancë të vogël, por jo të mëdha. Edhe për fat mirën shumë pak toka mëna këtij projektit që duhet shpërtësohen, por nëse është e mundur, prapë do devijohet tek toka si mos zanohet si proces për të dhënë leja dhe për të finalizuar. Pra, nëse kena në opsion për të shkuar shpërtësimit, duhet një disha jashtëzakonisht e mirë për gjithë që e në këto, apo dhe për banorët që e investitorët që janë të interesuar me investuar. Me që është shpesoj që ka fillu të ajo të dhe me të dhe i fjallë. Përshëndetje. Unë vi sot me qeftë, duke qenë edhe nga sa una vi dhe si komunitet për të që të mamë. Vi edhe nxitjen e pesuses fundit. Bogun e kemi parë në të drejtën me shumë kujdes. Kemi kaq kohë që Boga shqihet si një nga destinacionet që duhet të arrisim me kujdes. Të paktën nga pikpamja jonë si fond. Ne kemi përgatitur dikur dhe një master plan zhvillimit të Alpeve, që le themi Boga është zemra në të. Por ndërkohë kemi parë dhe zhvillime, do me thënë se si ecim. Ndërkohë që kemi një zhvillim le themi në Theth apo në zonat të tjera rrethishan, Boga e ka ruajtur atë traditën, atë gjenezën, atë pasurinë le themi që ka pasur. Dhe duke parë që zhvillimet nga njëherë presioni i turizmit e tjerë e prish më shumë në destinacion se sa e forcon le themi në afat të gjatë të zhvillimit, jemi munduar që bashkë me gjitha institucionet, me bashki po edhe me komunitetin, ta shohim Bogën si një gjë që ta rrisim me kujdes. Dhe përveç sa ndërhyrjeve të vogla le themi që Boga ka qenë diçka e domosdoshme. E kemi parë nga pikpamja, domethënë fillon një me infrastrukturën e rëndë bazike, e cila është e domosdoshme që çdo lloj zhvillimi. Por edhe ta shohim dhe nga pikpamja, domethënë këtë gjë ta kthejmë në një destinacion le themi të ruajtur, green, si e quajmë. Me shumë le themi edhe me mbështetjen e gjithë aktorëve, vumë dhe këtë ndriçimin i cili ka qenë një nga pikat më dobta, pak ndriçimin e rrugës, me elemente
dhe në diskutime me firmën konsulente, jemi munduar që të gjithë, domethënë, përgatitjen e gjithë projektit ta shohim në këtë kuadër. Që të rritet boga, po duke u ruajtur boga. Domethënë, atë që shumë destinacione afër po e humbin për shkak të presionit që kanë për të ndërtuar në mënyrë jo aq normale, le të themi për vendin, për klimën, për çdo gjë, ne mundohemi ta ruajmë. Domethënë, ky projekt është, le të themi, që nuk është e ka shumë vend për të bërë komente të tipit që nuk e duam kështu apo nuk e duam kështu, siç e shohim neve. Ky projekt i hap rrugën asaj infrastrukturës që është domosdoshme për çfarëdo lloj zhvillimi që do bëhet sipër. Është mirë që diskutojmë këtu dhe mbase do të diskutojmë edhe në një moment tjetër që këtë gjë që po bëjmë mos ta prishim lart, domethënë. Këtu unë e vlerësoj që një koalicion, le të themi, bogianësh, të mundohemi që zhvillimin që japim sipër ta kemi të rregulluar. Për këtë do të flasim në fakt në një moment tjetër, domethënë sot nuk është momenti se jemi duke folur për diçka, por do vlerësonim domethënë nëse të gjitha gjërat që bëhen të bëhet domethënë të kishim një tip dakordësie mes njëri tjetrit që çfarë tip zhvillimi do japim. Domethënë, qoftë ngjyrën e çatisë ta bëjmë njësoj, domethënë mos kemi atë apo materialin, apo burin, apo drurin, apo rrugicën, apo gardin, ne ke parasysh ta ruajmë atë gjë, se për atë gjë, ajo gjëja do marri, domethënë, surplus, le të themi, do jetë ai gjojelo atute. Dhe boga ka pasur dhe atë gjë që ka shumë avantazhe, aksesin e ka, qoftë në dimër, qoftë në verë, është perë, domethënë. Kështu që juftoj ta dëgjoni, jemi të hapur për dëgjuar, marrë dëshirime çfarë mendoni juve që duhet bërë në të ardhmen e afërt, direkt domethënë pas kësaj gjëje. Edhe unë do ju jap dhe kontaktet e mia, unë kam ca miq, kam Ardianin aty që kam mik të vjetër, Simin. Ne jemi domethënë në do vlerësoja që ne ta ruanim këtë bashkëbisedimin në kuptimin ne mendojmë që të bëjmë këtë gjë, ne mendojmë që të bëjmë, apo është e nevojshme për të bërë dhe kjo gjëja. Po kjo ftesa për ta ruajtur disi, për të mos ta shkatruar, se unë kuptoj që presioni edhe për të ardhur njerëz jo të zonës është shumë i lartë tani që është rritur një çik dera. Unë do vlerësoja që ta ruajmë se ja rrisim vlerën më shumë të ruajmë. Gjithsesi, mund të vazhdojmë në këtë gjë. Jam inxhiniere dhe profesioniste e firmës italiane konsulente Arsa Bërgjati dhe jam marrë themi me projektin e bombës, jam nga projekti. Projekti bombës ka filluar një vit më parë të hartohet dhe në vijim të asaj çfarë tha kryetari, që të zhvillosh turizmin duhet të zhvillosh infrastrukturën dhe infrastrukturë është edhe ujësiellës kanalizime, që u panë si të domosdoshme, të nevojshme nëse ne duam që të zhvillojmë turizmin në zonë. Në hartimin e projektit sigurisht kjo gjë u mor parasysh dhe u llogarit në atë çka ne dizenjuam. Boga padyshim është në zonë jashtëzakonisht e bukur. Pajtohem me Gretën kur thotë që duhet ta ruajmë atë natyrë, atë bukuri që ka. Duke çuar ujësiellësin dhe kanalizimet pra infrastrukturën, mendojmë që është realizuar ajo një nga pikat e rëndësishme që sjellin zhvillimin e zonës, jo vetëm turistik. Përveç ujësiellës kanalizimeve, pjesë e këtij projekti u mendua që të bëj edhe duke qenë në kuadër të zone turistike, u mendua të bëj edhe një rrugë bicikletash për të shërbyer turistëve si sport, po themi në atë zonë sport atraktiv. Kjo është njëra e dytë në fakt që ne mblidhemi dhe prezantojmë këtë projekt në bashki dhe ju falenderoj edhe një herë për organizimin e pritjen. Sot ne do të bëjmë një prezantim të shkurtër të projektit, por qëllimi kryesor është konsultimi për në lidhje me çështjen e pronave apo rrugës së kalimit të këtij projekti. Mund të them shkurtimisht që ujësiellës kanalizimet nuk impaktojnë apo nuk prekin prona
publike, ne jemi përpjekur që të ndjekim rrjetin ekzistues apo rrjeti të kalojnë në rrugë etj. Ndërsa lidhur me rrugën e bicikletave, e cila kalon, po kemi përgjatë përrojit të thatë në Bogë, aty impaktohen disa prona, ne do i prezantojmë ato sot. Është një sipërfaqe, le të themi, jo shumë e madhe, jemi përpjekur shumë që të minimizojmë këtë çështje. Shpresoj shumë që të kemi mirëkuptimin e të gjithë atyre që janë, po themi, të interesuar apo të preken, dhe jam e sigurt që do ta arrijmë. Kemi për të parë që është një projekt interesant, flas kryesisht për rrugën e bicikletave, sepse u sjell kanalizimet me bicikletë për shinjë në themi. Atëherë po, ja lë fjalën Edit, kolegut, të bëjmë një prezantim të shkurtër të projektit, vazhdojmë me çështjen e shpërfaqimeve dhe në fund pastaj çfarë kemi pyetje në interesi im mund të na Përshëndetje, më quhem Edmond Hali, jam pjesë e grupit të projektimit. Nuk e di a keni nevojë për detaje, po besoj se vijat përgjithshme, dhe kemi diskutuar një detaje, të vijat përgjithshme nuk japim disa informacione. Ndërhyrja e cila parashikohet bëhet për të 3 pjesët e projektit, që janë sjellësi, kanalizimit dhe rruga e bicikletave, shkon rreth 4.8 milion euro, KVSH bëhet fjalë. Është një investim goxha i rëndësishëm për zonën. Atëherë, do flas pak për skemën e ujësjellësit. Në krahasim me herën e kaluar ku shpjeguam problematikat dhe zgjidhjet që ne planifikonim për ujësjellësin, kemi avancuar në logjik këtu kjo skemë. Në skema është bërë më e komplikuar, sepse siç gjithë ju e dini, sasia e ujit të Bogës është e vogël, ditet gjithë një përshtinën e verës, në kohën e minimumit të sasisë së ujrave, shoqë skemë. Dhe ajo që është e rëndësishme është realizimi i 2 depove të mëdha, 200 metër kub, të cilat do jenë njëra kryesisht për fshatin dhe tjetra kryesisht për zonën turistike që i përket zhvillimit në të ardhmen. Nga 5 burimet arrim të marrim atë pak ujë që kemi në stinën e verës, sasia shkon rreth 7 litra për sekond, nuk është shumë. Megjithatë, përmes depove kompensuese, në kohën kur kuptohet gjatë natës, kur nuk ka shfrytëzim të rrjetit ditor, tentojmë dhe arrim të mbushim depot prej 200 metër kub, e cila ndodhet sipër edhe e cila shërben si kompensim për ta mbajtur rrjetin të karikuar me ujë. E njëjta logjik është që nga kjo depo kemi mundësi të furnizojmë edhe depon tjetër, 200 metër kub, e cila është mbi nivelin e fushës së kolit dhe të gjithë atë zonë arrin ta furnizojë me ujë me gravitet, kuptohet. Nuk e di nëse doni detaje, po besoj se qëllimi sotëm kur do. Kisha si për ditë detaje, do më thonë pika ku merret ujë. Janë 5 pika, 5 burime, siç e dini. Janë këto 2 burime në mal. Tu. Si quhen, më falë si ato burimet konë gjitha janë. Po, pra. Ma hapëm pak e të stetën në tjetën. Ku janë emrat? Ku janë emrat, okej, këtu kemi emrat. Atëherë, është bura e Okolit, e se e dini ku është. Janë burimi tek shpella e mullirit, pak si për shpella e mullimit, po ai është fraksion, është shpella e mullirit njëri burim, është burimi 4
po atje sipër i nduhet Tomës, është burimi ekzistus italianëve që i qumë ju, dhe është burimi Peqinës dhe Gura e Kolit. Këto janë 5 pikat në komendatorit. Faleminderit. Këto janë identifikuar në zonë, nuk kemi burime të tjera për momentin. Kemi realizu matje për prurjet e ujit në gusht, që është minimumi i prurjeve, dhe ajo shifra 7 që ju thash, bëhet fjalë për minimumin e ujit. Pjesën tjetër të vitit, si shkuptohet, po s'ka problem për ujë, e për balonat dhe burim italianëve, është ekzistus. Po inxhinier, do të bëj një pyetje vetë, më di se tonë tash janë këto analizë tonë di se sa ujë ka apo, domethënë ujë ka para shumë. Ne konceptu me sipërfaqen, me rinimi që do morëm në dukat, ajo zonë aty është shumë pak. Për më të thonë, zgjidhja është jo konkrete. A ki pa në mundësi për shembull në i shtim? Në i shtim. Jo nuk mendoj se nuk ka ujë bukë. Është se sa është një nivel ledet, po nuk mendoj se nuk ka ujë. Se kjo për shembull, na dojmë, nuk i plotson. Për shembull janë shumë burime që i ka njëri, i ka tjetri, i administron sot njëri, administron tjetri, që do shkojë për shembull tek kjo instituti. Po nuk është problem i zgjidhur. Nuk është problem i zgjidhur. Pikërisht pa për ne pra do të thonë. Se në gusht një natë është në zero. Ai është edhe Unë po flas se kemi ju nga ju, ose as sa kam informacion, do pas për aty se do i sisin një pjesë u i sisin, ose kena vëjë u sisin në për aty vite. Pra ka një opsion, ai doktor. Ai opsion tjetër me rishikua që kjo punë mund zgjidhë herë mirë. Tani ne kemi diskutuar shumë. Se për shembull 200 metër po një rezervuar është 5 stage. Me pasur për vetin, nëse kam një hotel apo një rezervë në Bo, edhe nëse kam punë të mëdha, unë ajo me shpejtësi të mëdha shumë. Atëherë, se 50% e këtyre burimeve që ne duhet të në kohën e sezonit veror ato shkojnë pothuajse nxera diferente. Ato shkojnë krejt zero. Ne në verë ka nevojë për ujë, një ka vrau. Shpellan mund një që bashkë më e sa ti më jesh në këtë. Po jo, kanë filluar në sferë. Po jo, po që shpellan shpellan mund që ku Po parë se si mund bon projektin e mund. On kam diçka. Edhe se në që mos ta bëjmë rrugë. On kisha menuar diçka, si shtalë kryetari. Për me zgjidhur problemin e ujit me ato burime që janë ato dim se sa ujë ka, nuk ka një kohë që na më bën nesër problem. Si privati, si për shtëpi normale. Për me zgjidhur çose investimi jashtë, mirë është me zgjidhur një ujë që për momentin nuk është. Ndoshta një burim të ri ose një çrymim siç është te vecina e tonë anash sipër të pronja aty. Pra me ato investime që shpenzohen për me marrë ujtë, sa ata ujtë është, pile është ullën fshat. është e mira për me mundu me zhit një ujtë që shtohet, ujtë se është shtu edhe kapacitet. Si fshat. Për menimin tem, për me bo një rezervar 200 metrë kubësh është mira është me pas, pa shumë i vogël. Unë kam 700 metrë kubësh rezervar dhe nuk më mjaftën ujtë, sepse një turist janë në hapën qezëm, na janë me komë, për i për 1 metër për shemë. Pra janë zona, po flasëm si për me zgjidhur problema është me zgjidhur një burim të ri. Ato burime që janë, si që ka mund privat pesuj, pe ka mund me forsat një ose tjetër, nuk ka zopë se të bëhen bashkë, që mos tupin në rinë, pat lidhën të tonë. Problemi është se nuk mjaftojnë as ato që janë. Unë kam një burim privat, dhe jam i të burim me marë edhe të burimi i shtetit, po mora ujtë sa duhet mua, një kohë e kam poshtë këtë e la pa ujtë, po zonë shumë. atëherë, besoj se e dini që për vogën është vëzhgu shumë nga ana e hidrologjisë, Boga nuk ka ujë, stati
nuk ka ujë të formacionet nën rojtat janë filtruse dhe nuk arrin kapët ujë në botë. Ato burime që janë, ato janë, nuk kemi evidentu dot asnjë mundësi për gjetë burime të reja, dhe për ne do ishte shumë më thjeshtë, po të kishim informacione. Kemi marrë edhe gojëdhanët bile që janë për famshme në depozit. Është studiume dhe ajo nga profesionistë. Se kjo foli, po në i vend specifik se të ngorimin, thuja, që po e ke këshilën bashkak, që po e bjellore. Të proni poshtë që jashtë marë, që jashtë ekzistusi, për mendimin tim ka nevojë mu punu ma me rregull. Veprat e marrës, atje lartë. Atje kjo pisa, për me qitën fushë të korit, ka shumë ide mirë për arsye se njerëzit kur me Po kjo specifiko më përcinën në gurën e sose, dhe specifiko. Specifiko, kjo një të jashtu. Po, a do të përmu, jo me marrë dhe uqina me... Që do të me bone gjatë, jetë përvesh me gjerë në Për me nërmu, për me zirë... Krijojmë vepra marrje. Se keni noj projekt që ku jeni, merë një tonë ujtë e fshatit boks, edhe bashkoni tonë bashkë, edhe okej. Unë, po qëri tonë, ova jem po 4 kilometra nërë pesinën, nërë gurën e soselit, 500 metra më poshtë, ka qërmua me kasëm, edhe i ka dalë 20 lek rahjet, se te foli po zonë, 20 lek rahjet. Aja, në bështën të reketin tonë boga, aj nëllë kam të. Aty në historikisht nuk nifet as për vrua, as për bërim. Kurse në bok, kje 10-15, si nifet do me thonë, si kura gura socialit, pecina, shumë e në tjerë, si janë kënë kroje me vite. Në kjo të puna këto, do me thonë, si me, aj, se njën bërim, do me thonë, me i marë tonë, me i marë bashkë. Dojde si puna di që nuk ka puqin. Jo. Dhe pecina, asë shkrujtë në Po pecina kur e zefra në makë, dhe pecina, nuk ka ku i tjetër. Po pra sa mu. E ti në dhe kryetore si sa mu. E ti në pra e ti në vajshë. Ne kryojmë një skemë e cila funksionon me minimumin e ujtë. Pa tjetër që po të kemi më tepër ujë, skema funksionon shumë në mënyrë më perfekte, po problemi është që maksimumi që mund bëhet me atë ujë që është tani, është ky, nëse ka burime, se ja punja alternativë, është me thjeshtë, shumë merrni në dhjetë, po ke 30 metrë, 30 kilometrë këtu. Okej, kollaj. Sa kushton 30 kilometrë këtu? Pikërisht pra. Ja, goje. Realizo atë investim dhe ja ku e mytë kokës në ujë. Sa lek kushton? 30 kilometrë varet ku si sa... Se po në rrëta jam e dhe ishin marë në resoftore, duke si në shosër si në ashtë përshosër. Me i po, softore i këtë dhëmë tonë më si kjo projekt të më thonë në shprej kohë. Me fali se vajtë. Me po adash me në po kësuj. Me projekt më njërë të në eksistat. Ja, hidrologia, ato thonë s'ka ujë. E kam studiu, janë studiu edhe shpedhe. Jesë një projekt, kjo është hambu Unë jam prej Bogët, ka shumë vite që jam të investu në Bogët. Do thënë,
gati gjenjen e situatës së ujit nuk e din askush më mirë se vetë në bukë, pavarësisht se mund të ketë edhe më të vjetër se unë. Unë e di sepse mund ka rënë në shtëpinë duke mlell ujë në çdo ku kam pas mundësi, sepse duke pas biznes, të shtëpia mund ta menaxhosh i fije, po duke pas një hotel që shpenzon mira litra në ditë, atë ka kem problem. Do me kap një 2-3 pika herë. Pika e parë është që proni e boga nuk ka ujë, është shumë e vërtet ndërtimi qelqeror, proj, kot nuk i kishin thonë proj njom, po i thonë proj thatë. Të vetmet burimet që janë, pak burime janë aty te Peçina, si themin ne, që u menaxhu në gjam, u mlell prej aty. Tanë kryesorja firma juaj duhet ishte koncentruar në depo ujit, magazinim ujit. Tanë problemin boga ka mu i ngusht, disiplinimi, do të thanë tanë mu i ngusht. Ti vjen më thu, këna voj rezervari depo atje 200 metër kop. 400, po 200 një vend, por unë 200 unë e kam vetëm për stallat e aktive. Unë si biznes kam 1.4 milion litra depozita ujit për mu i ngusht. 1.4 milion litra ju si keni gati tonë mundësia më dhe bashkë. Edhe ja dalë me vështërsi. Prandaj duhet të mendoni vetëm si me disiplinua dhe si me gjetë mundësi, me rritë kapacitetet e aty në depove. Unë nuk e di, ndoshta a keni tenderua akoma, është hell tender, se unë kam pasur është edhe në tender. Edhe unë nuk e di çfarë vlerë ka që na vijmë flasim mas tenderimit të projektit, sepse na flasim kështu pa edhe një gjë tjetër që duhet ta kenë parasysh firma. Ajo depoja që është vënë atje sipër në fushë të kolit, ajo është vënë në një pronë që edhe kryetari i bashkisë është ndjeni, është një investitor strategjik që janë të ndërtua një resort që ka fituar statusin para një viti. Është Boga Valley Resort, është ka qenë prezent kur kryeministri ka aprovuar. Prandaj ajo gjë si rregullohet, sepse po nuk i ra nesh mbrana atij resorti, ose mund të lëvizet majta se se djathta si fije, po ajo pronë aty është pronë që janë zhduan investitori strategjik. Kështu që ta dini për informacionin tuaj që ta kemi. Nga shtetërore strategjik apo nga privat? Nga shtetërore strategjik. Është miratua nga IDA, ka 2 vjet si ka shtu projekti, është të rima projektin në fazat finale dhe është miratuar si kështu vetëm është subjekt për më riballë herë projektin nga i kompania ujit. Kështu që besoj që edhe urbanistika e bashkisë duhet jetë ndjeni të asaj, sa për informacion që mos t'i vinë nesh dikuj tjetër, sepse një projekt tjetër që investojnë miliona euro me ardhmë me aprish mrapa, për ashtu, vetëm për depozit ujit dhe për kanalizimin që kalojnë atë. Kjo është sa për këtë ujit që unë mendoj, jam afrua, e kam bashkëpunu me ju, sa herë që keni ardhur atje, jam mundu me kanë prezent edhe kështu. Unë në rast se çdo gjë bjen në tokat e mia, ju të regoj sot, në thënë, në çdo tokë, në çdo pronë që kam personale, unë e jap pa shpërndësim pasi gjë, ku të kalojnë rruga e bicikletave, ku të kalojnë ujë, ku të kalojnë gropat septike, kanalizimet, çdo gjë që është i përket pronave të mia, unë as do me hyn procedura shpërndësime, këtë jo bëjnë thirrje edhe bashkëtarëve të mi prej vogët, për me përshpejtuar projektin, mos të dalim jam ra shtylla elektrike, kështu se këto janë projekte që na zhvillojnë bogën në mënyrën më perfekte. Për punin e ujit, në mund bëjmë debate kështu dhe shpresoj mos ta çojmë debatin në atë mënyrë se si me kanë një mbledhje dikur kooperative të pa vlerë. Le të shihni mundësinë, unë ju sugjeroj gjë, po ka tjerë që mund sugjerojnë edhe kështu. Nuk ka pika ujit tjetër, unë pa kanë ideja një shpellet e një gjajët që është mbris husit, se kanë hyrë do alpinista, ka tash 2 vjet që unë mundohem me gjithë do spedolog tjerë për me hyrë me shpenzimet mia dhe s'po gjenja s'pon prapë, për me vërtetua që kanë vërtetua të natë nishin. Sepse unë kam një raport që i kanë lënë ata, po këne pa i lomat e poshtë, po unë s'po i gjenja do tjerë, kam kontaktuar me këta që
ta shqiptarë që kanë zbulu atje me Leskovikat e atje, ata më kanë premtu që do vinë, po unë prajem të investu që le të futen, le të bajnë edhe një dytë, se me thonë që ka shohin amet vërtet a i ujë atje asë është, a i po që atëherë aja është fitore jo për bogën, po ashtë për maksinë e madhe, në rrasë ajo ndu. Kurse për anë tjera, unë kishëm sugjerua me eksperiencën që kam, ku jam, vetëm me luftua për magazinimin e ujit, pra për depo më të mëdha. Do të thonë këtë ta dini, muaj ngusht e kena problem. Muaj ngusht disiplinë, depo më të mëdha, rezerva më të mëdha, vetëm kështu zgjidhet problemi në bokë për momentin. Se nuk ka burime tjera që me thonë, po marrim këtë kështu. Një ashtu me mundësitë që janë, me burimet që janë, me hynë rrjetin kryesor, mu menaxhu mirë, në rregull dhe kjo është. S'ka shkencë tjetër në bokë. Me qenë kam fjallin i tash se s'do në shohë dhe Greta shumë korporuse, sepse ka shumë kohë, na do ta falenderojmë se është motra e jonë dhe ka punu shumë edhe kjo të shtynë projektet për Bogën, edhe shpresoj edhe për prej bogjanëve që do ta marrin edhe mesazh se një kam kaluar dhe kryeministrit, na jena të shkatru komplet për rrugën Greta, do të thonë është rruga më katastrofe më, është kthyse një vend luftet, çdo 500 metra ke një makinë me gomë drame, për shkak dje kam pa një 7 makina me gomë drame, unë premtoj që coptoj në për grupat që në hap, anë kriju edhe i hendek aty, edhe kryetari i bashkisë duhet ta dinë, ka 4 muaj që firmë kontraktuse për rrugën nuk ka, sepse firma që ka humbë tendrin, një tjetër ka fituar, është kriju një anomali mes të 2 firmave e paguajmë na. Pra është rruga në kushtet ma këqija që mundën me kemë për turistat, për njerëzit, për kështu. Arëshëja është në mes, po të shofim në mundësin që mundet me bale fondi, me zjeru i fje rrugën pak në komplet Bogë, është ideja se na jeni të vro investime në Bogë, jena të mënu me amajt Bogën e me bame të fyrë, po është thethi që ka 2-3 makina në ditë të shku për thethi dhe për Bogë pijen pra. Me korporu që të bajnë pak të rrugën dhe në Bogë i fje, se nga jesë konshme dhe këtë transmitoja dhe drejtorit fondit e ku është e mujtë. Kurse sa për ujtë, shumë ndaj shif një vetë që është shumë, shif një dhe pikën që është shumë, përndirë shpresoj që edhe bogjan tjërë, ku është mundësia, ku ka toka, mos të hymë, sepse procedurat e të ndërimit, e të kam shpërblimit, e të shpërëndësimit marrin jashtëzakonisht shumë. Më thanë, ku i të pënë për 100-200 metra tokë, është për benefitet tona, ajo drejtojnë bogjanëve që jenë toleruse në këtë mes në tona projektet që na prekin ka i fije, sepse është për benefitet tonë. Kam dhe. Jo, thjesht një kam në juga. Ne për besoj vlerësimin që sa është nevoja për ujë në ditë, në muaj, qoftë në muaj. Patjetër janë bërë këto kalkulime nga një preliminary nga projekti fillestar, ne mund të themi që Boga me një depo 250 m3 përballoj për 600 banor dhe 1000 turistë. Don kaq kemi futur në llogaritjet tona. Nga diskutimet, Ingjinie, është një shifër ekstremisht minimale. Është ulët. Është si të ullë. Ridiskutuam dhe ne po Bile, unë për të një gjë, Boga është fshati më interesant së të përzetëve i Shqipënisë. Janë pa fund njerëz për arsye të ndryshme, dhe me thënë qytetani përgjithshëm vendor, të certifikimi i pronave, normal janë certifikim pronash me 7500 apo me 20 mund të bëhen vetëm toka bujqësore, po jo liva dhe kullota. Por janë privat të interesuar pafundësisht me ndërtuar. Pra vila, shtëpia, dikush tjetër edhe agroturizma apo rezorta çan cika, apo është një shifër shumë minimale. Dhe në këtë kontekst, ju do i bëni një rishikim totalisht. Pra depozitat duhet të jenë të një lokal, ka 300-400 metër kub depozit për vetën e vetë. A e të tua? Ose kjo që ka 1 milion e sa dhe i realizon se nesër pa pati shtesë, kësë prapë shmunet ma të si ka, në të bëjnë zhjilë tjetër. Pavarësisht se, si që thash në më përparë, studimi nëmër 1, edhe i fondit, po dhe juj,
është kanë a ka mundësi me shtim, me sistem pompimi, 500-700 metra me zjetu në të. Kjo ishte pyetje. Nollën, nuk ases nollën, nuk mos me nejse s'ka ujë bolla. Falë mikrofon. Tashi, ne do të dhe tensionin e lartë, do me por. Sa është mundësia, tashi në këtë moment që jemi, që ne të rrisim kapacitetet që duhet rritur e marrëm vesh, domethënë një biznes këtu të ata që nuk kanë nevojë për kaq. Një tjetër të ata që kanë nevojë për kaq, sikur vlen vetëm nevojat e tyre që kanë arritur me art këtu del shumë më tepër se sa kemi parë që punave. Ideja është sa mundësi kemi të arrisim kapacitetin e depozitimit apo të pompimit duke lidhur dhe me sistemin e drita dhe energjisë që kemi shpërçar. Ka një të shkurtim në lidhje me këtë depozitën. Nuk shkon do depozita apo fi 700-800 metër kub, se s'ka kuptim. Që po arritet të mbush sa do 400 metër kub, të t'jesh i lumtur. Të t'jesh i lumtur. Zotnia besoj që e ka ata dhe di shumë mirë për çfarë po flas. Nuk bëhet fjalë, të rritet sa të dush kapacitetin, po s'ka ujë më kush. Për çfarë rrit? Nëse ka më tepër ujë, e ke shumë vëllaj se shton prapë depozit. Skema është e tillë që është fleksibël. Gjete më shumë ujë, bëj depozit tjetër, nuk është me mushën korrike me shfrytzuar ngusht, se nuk është për ngusht. Jo, po nuk. Se unë tash mushit depozitat e mia. Jo, ujë në pishëm nuk e rezervon do të ashtu. Po çarkullon ashtu, çarkullon ujë. Ka rregull. Po mushën ka 400 do të jetë, po Ju bane i studim për shemë për sajtë për kështinit. Me jo, po marrë të histori e madhe, po Fatit bunimit është një anë. Kemi Studimi është tjetra anë. Për shemë disa dion, disa kompani kanë për shemë aparatura që tojnë dhe 500-600 metër shkojnë. Në fund punit për me zhvilluar shatë, nuk është nëjë problem me i hedha që për në bërë një studim dhe pjesë e shtimit. Pra, boga, si këtë shatë, përsaj për këtë ujë, po nuk u zhjithë të shtim. Ose në disa boni me tjera, vali më me thanë që kjo investim bëhet, por nuk mund të vetë këtë kontura si pak më parë të shqetja. Të normal, aty 600 banor janë po të menami, por nuk mund me kanë 1.000 turista, po të mund me kanë 5.000, edhe 10.000 turista, edhe 20.000 turista në njësë. Ti është se më thonë që Livizja në Shqipëri dhe të imprendetar po malor, po i kalën për qëmerit nga vitit vetë. Te du të me rebisedua, me fa fort mirë se një projektim, apo një shpim, me nëjsi nuk është një problem. dhe nuk bie konflikt me projektin që U mendoj që ne do të bëjmë shënim, nuk bie fare konflikt me projektin. Domethënë qëllimi i projektit ka qenë që të sjellë ujë në ballë. Jo, vazhdina, jo. Do të realizohet të sjellë ujë në ballë. Rritja e kapacitetit është shumë e thjeshtë për ne, ju e dini. Pra ne mund ta bëjmë regjita dhe nuk ka ndonjë impakt të madh ekonomik në po ta marrë një investim 5 milionë euro, se mos Po pra, do të shohim. Do të shohim.